këto të holla që i shpërndohen tek qytetarët janë edhe një pjesë tjera që i përkasin një të majtë për t'i bërë. Unë politikisht jam i djatë, edhe djata zakonisht bën investime në ekonomi, në mënyrë strategjike, dhe pastaj ekonomia rrit në mënyrë të vetveteshme rrit mirëqenien e përgjithshme qytetarët, duke inkuadruar në ekonomi dhe duke shtu GDP-n e përgjithshme vjetore të shtetit. Këtë situatë mirëqenia tregu e përcakton rritjen e mirëqenies, rrjedhimisht pagave, taksave, sepse krijon një ambient të potencial për investim, qysh Singapore dhe disa vende të vogla që s'kan shumë resurse natyrore. Tash në këtë rast kjo i majtë, unë nuk jam i majtë. Mirë për e majtë ka këtë fokus. Dhe ajo qka është... Ka fokusin e përmenda, edhe për shkolla, edhe për shëndetësi, edhe për arsem, edhe për rrugë, infrastrukturë, standard më të lartë jetësor. Në të gjitha fushat... Se shojmë në Në të gjitha fushat tjera, ka ngecje të mdhaja. Ne dim shumica dërmuese autostradave që mbosjen me të meta, ose si mboheq. Pra është nis para 2 vjetëve, 3 kryeministri me thonë me peruru Gilanin, domthonjë që sharroke, që të regon që aftësia tyre dhe prioriteti tyre në infrastruktur ka qenë zero. Ka qenë në politika sociale, ka qenë në ushtri, duhet jemi sinqert, ka qenë në veri, që ushtria dhe veriu janë, mendoj, historie shumë të suksesshme. Kurse kjo ushtria ka qenë vazhdimësi e disa marrëveshje që janë bërë në të kaluarën që është në plan të Amerikanëve. Po nëse keni diçka përmeshtu për lidhur me ushtrinë. Sjellja e Kurtit në raport me veriun është shumë e dëmshme për të ardhmen e Kosovës. Se e dëmshme? Sjellja e zotit Kurti në raport me veriun në një farë forme, në të ardhmen do t'i japë të drejtë serbëve për të kërkuar edhe autonomi. Kështu mujnë me mendu veç Beograd. Jo, nuk menojmë veç në... Absolut. Unë e mendoj që është sukses i madh i tij, pa asnjë lloj dyshimi. Unë mos më na pëlqy, po sukses për Kosovën, nuk është për Kurtin. Në raport me veriun është shumë e rrezikshme, sepse çështja e veriut dën zgjidhje politike dhe jo... Nuk dën zgjidhje politike, ajo është çështje e Kosovës. Siç e kanë ndjek zoti. Kjo është dëshira e Serbisë, Argjent, me shku në Berlin, atje në Bruksel, edhe mu mirë vesh për urën, për organet paralele, edhe 20 vjet neve me na kurzu Serbia, për me zhbloku në veriun. Kjo është histori suksesi, historik për Kosovën, ju pëlqeu. Si që potencove që histori e suksesit nuk është ushtria e zotit Kurti. Histori kjo është, ushtria ka qenë në proces, në vazhdimsi, dhe kur tani është bë ushtri, gjithmonë ka investime, më herët ka qenë e pamundur të ketë më shumë investime në ushtri, por tani që ushtria është e rregulluar edhe me ligje dhe me gjitha gjonat, normal që kërkon investime, por më herët ka qenë e pamundur të investohet. Nuk po them në atë aspekt, unë po them që ka pas prioritet dhe ka ndo ma shumë 100 miliona euro, pra ka ndo ma shumë se cila qeveri e kaluar, dhe rrjedhimisht kapacitetet mbrojtëse dhe të... Pas ankesa më shumë edhe për gjëra elementare të ushtarëve, madje edhe për ushqim, Azdrant, jemi të sinqert, nuk e di... Duhet jemi të sigurt, unë aspektin gazetarës, po flasë çka kemi raportu, dhe e di shumë. Duhet jemi të sinqert, ajo çka mendoj që duhet jetë fokus i secilës qeveri është rritja e pagave në sektorin publik, paralelisht me rritjen e pagës minimale, sepse ashtu siç po furnizohemi ndoshta me 10 milion euro në ditë armatim, njëkohësisht për çdo ditë të lëshojnë ushtarët e FSK-s ushtrim për shkak të pagave të vogla. Pse? Sepse çdo ditë pakoja shporta bazë po rritet edhe pagat nuk po rriten. Prandaj na duhet një qeveri që fokusin ta ketë që të stabilizoj edhe ata cilët kanë investuar në shkollim disa vjet në të gjitha institucionet. Vullnet? E pashtë një deklarat të Kurtit, palike për të qytetar një armë, ose diçka e tillë ke një fal ideja, palike për një sistem të ushtrisë, ku se ka me shku me kryu ushtrin, po dhe i ka më në armatus. Po dhe që kjo shteva për shumë që ore kësha pas shakë e diskutu, qka është këpar plani. Gjdo qytetar një armë, se tash po ma kopë, se qëfar mund tjetë kjo. Po, gjdo qytetar një armë, po jo me pas i type, po me pas në kazermë, që për t'ja njësë lufta, dhe me dhoni farë mobilizimi, imaginar, Kush ka bo kësi thirje për kësi mobilizimi imaginar? Veç që Shqipëria në kohën komuniste ka bo gjonët të tila.
Jo, bre, nuk ka që mos të zgjerohemi edhe në një temë tjetër. Bota është vazhdimisht jo stabile, edhe vazhdimisht rreziku jo nësa ekziston Serbia ka me ekzistu. Sigurisht, vetëm se neve na konvenon me pas një ta kemi parasysh që qeveria edhe i vendit tonë duhet jetë antarësimi në NATO. Sepse Argjan dhe Vullnet, qeveria nuk besoj, do të me pas parasysh që nuk do duhet ndoshta të merrej vetëm me një çështje, por i përket merret me shumë çështje tjera për mende. Edhe shumë organizata që mund të t'i bashkohemi, por ta kemi parasysh pak edhe shëndetësinë dhe arsimin. Vullnet. Se çfarë gjendje janë? Mas ne mos harrojmë edhe rezultatet e testit PISA se qysh na dalin për çdo vet, të cilat i diskutojmë ndoshta vetëm kur e marrim atë rezultatin. Po nuk punojmë për të përmirësuar këtë rezultat. Problemi kryesor është kapacitimi i frikës në rastin e ushtrisë. Nuk është pse për një se në luftat që po shohim në Ukrainë nuk është popullata po përfshihet shumë. Po fakti që dihet çfarë frikë kanë qytetarët ose që këto kujtojnë lufta, për mendimin tim